vizitat e inspektimit janë të programuara, që do të thotë nuk kemi asnjë indicje, por nga historiku i inspektimeve apo i situatës që ka subjekti në institucion, bazuar në një vlerësim risku, dhe këtu do desha të dalte inteligjenca artificiale që ju e përmendët në fillim, ne tashmë kemi një planifikim mbi bazë risku përmes një sistemi të analizës riskut, i cili funksionon me data mining dhe machine learning në bazë të vet, dhe ka inteligjencën artificiale që përzgjedh kush janë subjektet të cilat kanë risk më të lartë sa i takon çështjeve të informalitetit dhe sigurisë dhe shëndetit në punë. Dhe sigurisht prioritetet dhe indikatorët për të përzgjedhur të tilla subjekte lidhen me historik punësimi informal në atë subjekt, historik të aksidenti, ka pas ankesa shumëta nga punëmarrësit që janë trajtuar. Këto janë inspektimet e programuara. Ndërkohë, inspektimet të pa programuara janë inspektime që fillojnë bazuar në një indicje, një ankues që vjen dhe paraqitet pranë zyrave tona, një aksident apo një ngjarje që ndodh, një gati aksident, kemi të bëjmë me një situatë e cila fatmirësisht nuk ka të lënduar në njerëz, po mund të kishte çuar në të tilla, apo inspektime rastësore kur inspektori haptazi sheh një shkelje që po kryhet, ligji ja jep të drejtë që të fillojë një inspektim të paplanifikuar. Inspektorati sot ka platformën Mira, e cila është platforma e dënimeve. Çfarë është kjo platformë? Subjekte të njëjta, për të njëjtën shkelje, për të njëjtën natyrë shkelje dhe për të njëjtët punëmarrës që preken nga ajo shkelje. Të aplikohet i njëjti mas dënimi. Dhe kjo është bërë me qëllim forcimin e sanksionit, ose më saktë të sanksionit edukues për punëdhënës. Ky sistem orienton inspektorin dhe sugjeron inspektorin që për këto shkelje që ju po shihni, parashikohet sipas logjikës së ftohtë ligjore ky sanksion. Dhe sigurisht autoriteti që përcakton vendosjen e gjobës është inspektori në fund, sepse dhe ligji ja jep këtë të drejtë.